bërë, ishte mirë, Ishte këthyë proper gango, bro. Like, it was good. Folëm gjërat I kemi bërë, gjërat e kaluara. Për Zotin, bro, not lying, man. Guys, man, vajta vizit sot takova Dajen. Vizitova Dajen. E kur vajta të vizitoja Dajen të burgu. Takova Klevion, bro. Folëm gjërat I kemi bërë. Inshallah shumë shpejti do dali. Keni sa projekte të reja. It was so good, man. Çdo gjë ishte sweet, famla. Çdo gjë mirë. Mirë, bro. Mirë, folëm. I kemi bërë gjërat. Gerti, përshëndetje. I just watched the video, bro. I see the video. Fajta vizitova Dajen të burgu Fierit, Klevio asihem dhe folëm. And ishte mirën. Come on, bro, man. Nuk ja hedh poshtën kur isha në Dubai, më hapi derën Klevio, bro. Ndajnë ta të shpije Klevios, vlla. Kur vajta në Dubai, gango ishte iqe, So, njerëz ipni support, man, se it looking like. Po I bien ato, bëni sa më shumë, bajani gjalla të gjatë derisa t'ja dali situatave, bro. Yeah, man, zemër barve në way, innit. Po, provoni, se di kush është këtu nga fansat e 24-s, po. Provoni me janë bajt gjallë sa më shumë atë çfarë ka ndërtuar e qa po provon me ndërtuar, bro. I bëni sa më shumë share, repost, bëni tag 24-s, yeah, man. Free Klevio Serbiano, bro. Free gango. Juve që jeni këtu, që jeni fansat e gangos të 24-s, provoni me gjdo, sidomos të kenga që kanë zirë, bëni share, repost, I bëni tag, e vetëm bajeni I qarkuim, derisa ti mbylli problemet e tia, inshallah. Pa fola me Klevion, ishte mirë, ishte okay. Të fanë vërtetën, bro, you know what? Dukesh më fresh këtu që e pash tania, dukesh më I freskët më se sa atje ku ishte, këtu dukesh si kur ishte, like hood rich. Si kur ishte, how can I say it, hood rich, si me afa në Shqip. Si kur ishte I pasur në ghetto, innit? Like rich in the ghetto. So yeah, man, follow me gangon, follow me Klevion, çdo gjë I kemi bërë. And inshallah, lirim për çunat, vlla. Lirim. Fansat e Klevios, kush është këtu nga gango, tërë çunat e 24-s, I bëni like, I bëni repost çdo herë kur ju dalin ato fotot, videot, sidomos te kenga e re që sa kanë zirë. Provoni me mbajt gjallë, bro. And yeah, man, that's about it. Pash video që nëzërën në Top Channel. Ajo është pjesa e pare videos. Me qa di, është edhe një video tjetër, janë 2 video. Aty ku kishin 3 armë, që po më gjuani me 3 armë. Ikën me vrap, kur u futa te guzhina, ikën me vrap u trembën. Për Zotin nuk e di pse u trembën ashtu, nuk e di ç'ne u trembën aq keq, kur u fsheva te guzhina. U janë tromaksur, u trembën në maksimum. Dole me vrap jashtë. Pastaj video e dytë është edhe një video tjetër që futen prap brenda. And yeah, bro, that's about it, man. What else? Po provoj me nxjerr sa gjërat e mia, one little project. Dhe mbaroj atë këngën e jeta e rrugës, vlla, like.
sidomos të tërë, besoj se deri tani e keni kuptuarin, momentin që përmendet Gucci, thyet rritemi, flipin rrjeteve sociale. Momentin që përmendet, ky vëfathead, a është Sami që u fut këtu, apo është dikush tjetër? O Sami, a je ti ky me këta level 38, apo është në njëri? Sami, is that you or is it someone else? I just need to get me a producer. Takova Klevio Serbianon, Gangon. Ndën të më folë me Gangon. Ato fsharje që kishim, i vam dorën njëri tjetrit. Ishte mirë, ishte okej. Ishte, po qëndronte i fort, mashallah, ishte mirë. Yeah, man, me Dajen ja kalova mirë, ndën ta vizitova Dajen. Njerëz të Klevjes jeni këtu jo, mbajeni gjau atë famën e ti, bro, bëni like, bëni repost atyreve kangve që kanë zirë. And that's about it, vlo, man. Tani unë po pres me gjetë në një producent e me nëzje një kangën tim, vlo. Video që doli e keni par vet, nuk po mashtroja. Ishin 10 veta, ne vetëm 3 veta ishim. 3 njerëz kishin armë dorë, po më gjuani me mvra, vlla, po më ndiqnin me mvra. 42 burgje, respekte, bro, duha me nxjerr këngën time 42 burgje, vlla. Edhe më duhet një producent. Të gjithë që jeni këtu 3000 veta, për respekt për Klevion, se u takova sot me Klevion. Të tërë shkruani Free 44, faleminderit kusho. Të gjithë shkruani Free 44. Kapeni këtë meme njerëz, është mirë të shikoj njerëzit këto momente. Sidomos se e keni par vetë në fragmentet që ndodh nga sharjet, vlla, në njëherë gjerat ven ekstrem, po. Zoti ishte i mirë sot, shqyr, takova Dajen, vizitova Dajen, kur isha me Dajen, dolive Klevio aty te Hobori, ndentëm, i vam dorën njëri tjetrit për sharjet, për çdo gjë. Ishte nice, bro, është gjë e mirë se. Besoj se po i shikoni vetë gjërat që po ndodhin me mua. 10 veta kundra 3 veta ishin, me 3 armë, provuan vrisnin vajtat të fshihesham te kuzhina, nuk e di qa patën që u trembën e ikën me vrap. Pastaj është një video tjetër, te video e dytë, hym brenda, po nuk e di ku është kjo video, o kush i ka këto videot. Na mbaruan plumët. Sa herë gjuajtë me pluma një, se të tërë fonin që Gucci po mashtron, nuk ishin 3 armë, nuk gjuajtën me pluma. Juve e keni par video njës. Sa pluma numruat. Okej, te video e par është 4 pluma. Tani ata, kur vete unë te kuzhina, ata dalin me vrap, nuk e di pse u trembën ashtuja, nuk e di qa patën. Edhe ikën me vrapin, and then, po unë nuk gjueta, nuk isha, edhe që më fan atje kur isha në spital, që më fan, kisha 3 çështje penale në spital, më fan, që do të bëjmë për 3 çështje penale, për mos kallëzim krimi, për armë mbajtje pa leje, edhe për atentat vrasje. Po unë nuk kisha armë, nuk e dija, edhe nuk atentova me vra njëri. Sa shiqy Zoti u gjeta i pafajshëm. Qa tjetër? Te video e dytë, nuk e di kush e ka videon, nuk e di se vetëm një fragment kishte dal, nuk e di qysh doli, po vim prap, ikin me vrap kur futem te kuzhina, edhe dal una, kur dal ata vim prap. Aty kanë gjuajt më shumë herë, me armë.
Besoj se policia e shtetit e ka bërë punën e vete, i ka gjetë se si e keni parë videon, as nuk janë të maskuar, nuk janë ashtuar, nuk janë me kapuça. Free 44, të gjithë bashkë Free 44. Pa nga sharjet e tepërt, e keni parë vetë si ven situatat, që ndodhin.